Errësirë totale. Para se të hapet ambienti, dëgjohet një përplasje dyersh të hekurta. Hapet skena, dritat ndizen, por janë të zbehta. Krijojnë imazhin e dy hijeve vertikale të shtrira përballë njëra tjetrës. Dritat ndizen edhe më shumë dhe japin imazhin e qartë të Edit dhe Adit, të cilët ndodhen brenda një ambienti të rrethuar me grila nga të katër anët. Edi para vetes ka një gazetë. Adi: thot ndonjë gjë? Edi: asgjë me rëndësi. Adi: ka tër ditën që po e lexon. Edi: sa për ta kaluar kohën. Adi: a e di ti se çfarë të mire kanë lajmet? Edi: asnjë të mirë. Adi: aty më shumë fryhen ngjarjet, hiperbolizohet me gjithçka. Edi: unë i dua enigmat. Adi: mund t'i zgjedhësh? Edi: nuk është edhe e lehtë. Adi: ja që unë përtoj të merre me këtë punë. Edi: gjithkush për vete. Adi: ashtu është. Po horoskopi çfarë thot? Edi: ka kohë që nuk e lexoj. Adi: të gjithë duan të dinë të ardhmen. Edi: ja që unë nuk jam prej tyre. Adi: por ishe. Adi: nuk i beson më? Edi lëviz kokën në shenjë mohimi. Ka disa gjëra që duhen besuar. Edi: s'ka asgjë. Adi: diçka të vogël duhet të ketë patjetër. Të kujtohet kur ndodhi fiks ashtu si shkroj? Edi: një herë në shekull. Adi: por ajo ndodhi. Adi: ka qenë e qelluar, jo e ditur. Çka ke kjo që e tha Arife? Kjo është një pjesë e dramës sime Stacioni, vetëm një fragment ku në të bëjmë pjesë dy personazhe, Edi dhe Adi. Një dramë me nuanca filozofike dhe psikologjike. Interesante. Mbone tash një dramë me titull Stacioni në qytetin pa stacion. Autorët nuk do të thotë patjetër me shkru vetëm atë se çka i rrethon. Munden të shkruajnë edhe diçka që është përtej hapësirës ku ata jetojnë dhe veprojnë. Në këtë aspekt, drama Stacioni nuk do të thotë gjithherë vetëm stacion fizik ku njerëzit ndalen, presin autobusin apo çfarëdo apo çfarëdo mjeti transportues. Po stacioni është edhe një farë aspekti, siç e thash edhe pak më parë, aspekt filozofik, psikologjik, ku njerëzit gjithmonë janë në pritje të diçkajt apo të dikujt, i cili ose e cila ka shku dhe nuk kthehet. Qysh me kuptu njerëzit se është një stacion X më ndalë? Qysh me ditë kur është kufini? Sipas një dramaturgut. Në çfarë aspekti po ndoni qysh është kufini? Sa njerëzit e dinë stacionin e vet, kur është ndalës? Okej, do të thotë to në aspektin psikologjik, nëse po dojmë me trajtu. Po, njerëzor, filozofik. Po, zakonisht na prej fëminis i mësojmë këto modelet që na japin edhe familja, edhe prind, ku është stacioni, ku duhet edhe tjetrit me ja tregu rrugën, do me thonë stopin me një fjalë, ku duhet mu ndalë, po edhe ku duhet me pas ti kufit e tu, në mënyrë që mos me u shkel kufit e tu, as ti mos me ja shkel kufit dikujt, as dikush me ti shkel ty kufit. Po tash njeri bëhet për me qenë i lirë, apo për me vendos kufi? Me qenë i lirë, atë sa e ndjen të nevojshme, e shet të arsyeshme, ose të domosdoshme. Edhe atë sa nuk e cënon lirinë e tjetër. Po. Kjo është një rregull të drejtat e njeriut, të kita këto gjana, po edhe unë po mendoj që nëse marrëm në një produkt tarifës si dramaturg ndor, Arifja mund tregon ku mund dal me shenjat piksimit. Edhe Arifja kur më tregon ku mund dal mua edhe më ndihmon në interpretimin e atij produkti, më ndihmon performancën time me shenjat e piksimit, sepse e dim që shenjat e piksimit edhe na ndihmojnë edhe përdoren për rregullimin e frymarrjes gjatë interpretimit e këta këto gjëra. Ja, po çka janë ato tekstet që janë pa shenjat e piksimit? Nuk është domosdo vetëm shenjat e piksimit, është edhe e rrugës ose domosdoshme me tregu edhe kush është ky personazh, çfarë kalume ka pas, cili është qëllimi i këtij personazhit, në mënyrë që aktori ose interpretuesi me hy drejt në çat rol. Ndoshta nëse nesër ti kishe me lujt një shfaqje ose një film, ke me pas patjetër ndonjë rol që në jetën e përditshme ti me çat situatë nuk je përballë kurrë, po ti vendosësh në çat situatë.
fillon me përjetu atë situatë edhe me mendu thellë. Ka njerëz që për me lujt një rol kanë shku ndoshta, po e marrë në aspektin edhe të komedisë, ndoshta kanë shku me një vend ku si të them ashtu tetova, edhe e kanë marrë të folmën e tetovës, e kanë marrë mentalitetin e tetovës, edhe është përfshi komplet në rol. Nuk është vetëm lexim ose ku me u ndal shenjat e pikësimit. Është diçka më e thellë që kërkon edhe hulumtim, kërkon edhe punë me veten. Tash ti ajo që i shkruan dramat. Kur të shkruash dramë, a shkruan për vete a për publikun? Spari unë kur e kom një ide, e shqyrtoj atë ide në secilin variant që është e mundshme. Edhe zakonisht na dramat i shkruajmë për publikun. Po fillimi është nëse na ndihemi të kënaqur me çato krijimet tona, atëherë edhe pse jo, i servojmë edhe te publiku. Do më thonën, të une si publik nuk më rrinë gjdo drama jotja, gjdo shkrimi jotja, ti filtron vetë, me spari, brenda vetës, nëse të pëlqen ty, me një farë mënyrë është shfaqet të publiku, nëse si ti e knash vetë me krijimin tënë, me produktin tënë, nuk më rrinë me produkt të publiku, nuk shef dritë që thojnë artistët. Mundet me pas një periudhë të jetës kur ti e shkruan një dramë, edhe duke drama ma e mira në botë që e ke shkru, kalon një kohë, e merr e lexon, e shpleton, edhe thu, çështu pas na shkru, jo, hajde ta ndryshoj pak, se rritet edhe pjekuria artistike, përveç mosha dhe pjekuria artistike rritet, zhvillohet, edhe gjithmonë secili artist gjen ka pak diçka kritika ndaj vetës, ose gjen edhe mënmesa që kish mund me ashtu personazhit ose ngjarjes, se ndodh një detaj i vogël, ja ndron krejt kahjen dramës edhe e bën ndoshta edhe më të fuqishme se sa që ka qenë, si me thonë, draftin e parë. Po çfarë edhe anën tjetër në mendoj që kjo është diçka që duhet me ndodhë me patjetër, se është kjo pjesa që nëse unë në krimi jemi i para 5 vjetëve, i para 10 vjetëve, më duket hala top. Hala me një farë mënyrë nuk kom ku mi ndu një pikë ose një presje. Unë jam i qëti niveli hala, i qëti nivelit para 5 vjetëve, para 10 vjetëve, unë nuk jam rrit, nuk jam zhvillu. Nëse më duket që krijimtaria ime para 5 vjetëve, krijimtaria, domethënë, kështu wow, pa kur gjë, pa asnjë pikë, pa asnjë presim ashtu. Domethënë, rrjedh dhe më shumë në koment çat nivel të krijimtarisë të asaj kohe. Unë nuk jam zhvillu. Që shpo muj me interpretu këtë pjesën, që dush me gjithë diçka të re, me pas diçka të re, se zë njërë ki diçka të re. Asnjëherë nuk edhe konsideroj që perfektja ose përsosura nuk ekziston. No. Ka gjithmonë diçka më të mirë. Po tash drama është, si të themi ashtu, proces medium ose medium në proces, për shkak se gjithmonë kur e përfundon një dramë, nuk do të thotë që është fundi asaj drame. Ka mundësi mu rishiku, ka mundësi me u ndryshu. Nuk do të thotë që e kryta tash, si me thonë ditën e sotme, edhe nuk ka hapësirë me u ndryshu. Ndodhe edhe nëse dhe vetë nuk e ndryshon, ndodhe edhe në kontakt me regjisorët, të cilët ndoshta për shkaqe të ndryshme, nuk munden me realizu qatë pjesë, e ndoshta dhe duhet me ndryshu për me adaptu edhe për skenë. Si qenje ndryshush me njeri, ka ndryshoj ose që ka ndikoj ma mirë të ti si një gjimnaziste, si një maturante me ju rek studimeve të artit? Shumë ma kanë bo këtë pyetje, edhe të e pas parasysh që na jetoj me një vend të vogël, pse dramaturgjin, prej katë ka lind kjo ide për dramaturgji, se zakonisht na në vendin ton studimet të rinjt i referojnë ma shumë ka ekonomia, juridiku, mjekësia. Po unë mendoj se secili person e ka një potencial brenda vetës që është dasht edhe duhet me kërku, me hulumtu. Si një përgjigje ndoshta e përgjithshme, ndoshta dhe pak klishe mundet me tinglu, por ashtu në gjithmonë jam konë si fëmijë, ka ana e letërsisë, ka ana e shkrimeve, e kom pas një periudhë kur edhe tregime dhe poezi mu kanë botu në revistat të shkollës, por edhe kom pas një periudhë që kom thonë çka jam të bo me këto poezi, tregime, janë diçka që nuk më çojnë kërkund, nuk është diçka që
po vendoset në prakticitet. Dhe një periudhë e lash shkrimin. Thash nuk merrna me shkrim, duhet më orientu dika tjetër. Por me kalimin e kohës, kur erdhi koha mu afru për me studiu, atëherë thash që duhet me u fokusu, me u përcaktu dikund. Dhe kur erdhi koha për studime, ndoshta një vit ose dy para se mi fillu studimet, u lumtova me veten se çka mundem unë me studiu, cili kish me qenë profesioni jam i tardhmës, në cilin unë kisha me undje mirë edhe me punu me shumë dashni edhe pasion. Një fjalë që më u kujtu mu, është fjala skenar. Ndoshta edhe tu referu pak edhe prej televizioneve që kanë emisione ndryshme, sidomos televizioneve në Shqipni, që thuhet skenari me skenar të skenari. Dhe është interesant se kom hy edhe kom lyp në Google skenar, po tash detajet nuk po më kujtohen, se ka kalu pak kohë prej asaj ngjarje. Edhe konkurs, skenar, diçka qështu do fjalë kyçe i kom kërku, se është në Google ashtu e lyp disa fjalë kyçe edhe mandej me qatë fjalë dalin shumë, dhe më ka dalë konkursi i Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i Arteve, edhe edhe mandej ka dalë drejtimi dramaturgji edhe kriteret për dramaturgji, se çka duhet të qysh përgatitesh. E lexova ato edhe unë ndjeva rehat, e ndjeva se i plotsoj krejt kushtet aty edhe vendosa me shku me studiu. Dhe pastaj aplikova në konkursin që u shpall prej Universitetit të Prishtinës, ju nënshtrum procesit të provimit. Provimin e kalova me sukses, edhe isha njëra ndër studentet që u pranova, dhe ka qenë një ndër momentet më të mira të jetës, sepse filloj me u realizu dëshira për me studiu diçka që unë kisha në qejf. Dëshira jota e prindërve? Edhe familja nuk kanë ndiku në drejtimin të cilin e kom përzjedh. Unë vetë që ju kom tregu se po e du me zjedh këtë drejtim, edhe ata kanë qenë dakord, ju kom nënshtru provimit pranus, jom pranu, kemi studiu mandej. Në më thonë të Universiteti i Prishtinës? Në Fakultetin e Arteve, Universiteti i Prishtinës. Sa kohë kalove në Prishtinë? 4 vite bachelor, drejtimi dramaturgjisë, mandej vitin tjetër ka qenë për master me zgjedh skenar filmi, apo dramaturgji, apo dhe hulumtime teorike, unë e zgjedha skenarin e filmit, të cilin e përfundova në vitin 2024. Si ishke një dramaturge në Prishtinë, qysh kalojshe kohën, si me çka u merresh një atje, qysh? Fillimisht vetën. Ka qenë interesant pjesa kur fillon me shkru dram, po edhe kur fillon me shkru skenar. Se këto janë dy komponenta sa do të ndryshme me njëna tjetrën, po prape kanë një të përbashkët. Kur ulesh me shkru një dram ose edhe një skenar, është një farë ndjenje shumë e mirë se po krijon diçka, po e krijon një farë botë tondën, të cilën ndron që ajo me u shfaq në film apo edhe në skenë. Rutina ishte me shkru dram, me shkru skenar, me diskutu ide me kolegë, me profesor të cilët i kom pas mentor të kryesor të drejtimit, dhe secili kemi marrë këshilla. Mund që mumi me njoftë edhe në ndoshta pikëve mentorëve? Janë 2, është profesori dramaturgjisë Arjan Krasniqi, para disa vitesh ai ka qenë edhe drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, dhe është profesori i skenarit Zymber Kelmendi, i cili është autor i disa filmave, një ndërta autor skenarist në fakt i disa filmave, një ndërta është 3 dritare dhe një varje me regji të Isa Qosjes, pastaj edhe filma të tjerë. Sweet Home e ka pas, ndohet aton Bajraktari ka qenë regjisor, por nuk më kujtohet sakt. A duhet me lexu shumë literaturë për me shkruajt dramë? Ka pas raste kur njerëzit më kanë thonë ti e ki prirjen për me shkru, po
A vjen kjo për sikur ti po lexon shumë edhe po ki prirje se unë po lexoj, ka thonë dikush, po nuk është që po kam shumë afinitet për me shkru. Lidhet patjetër edhe me leximin, po lidhet edhe me atë faktin se për çka je i krijuar si person. Se ndodh dikush që ndoshta ka ana e shkencës është më e mirë se ka ana e artit. Këto punë janë të ndame, këto janë punë me të lëndme. Zeni me këtë pyetje më kujtoni diçka. Unë po mendoj që më shumë sa me lexuar të ndihmon më konë në vakive. Ço themi na. Me pas dije të ndra, me të bëj gjithçka vaki edhe mjafton ti me pas veç iniciativë 100 letër çat. Ose 100 letër ose me pas në fakt, domethënë me pas sa pjesë profesionit, që ti dramaturgjin ti jetën më me pas dramë, me të papritur ose me çka do kohë. Vetë shumë dhe dyqysh materialin landën e pare kitë gatshme. Vetë që është me përpunu, po mendoj, në kështu si amater. As amater jo, as kërgjë. Po, thjesht... Përpajsori. Po, në mendim kështu. Thjesht landën e pare i ki, vakive tua personale, pindodhive tua personale, edhe thjesht dush me bot gatshme për publik, me përpunu edhe me bo për publik. S'është gjithmonë që të ndodhë diçka ose si po thu je nana vakive edhe hajte tash ta qes në letër edhe t'ja servoj publikut. Dramaturgjia dhe ka të bëj edhe me aspektin se sa ke empati, sa ndjen edhe i përthith situatat e të tjerve. Ndoshta mu si dramaturge nuk më ka ndodhë një situatë që ka mujtë më ndodhë dikujt, po nëse ty ose ty të ka ndodhë diçka, unë mundem pak me thoj za inspiru edhe me përdor kushtimisht qatë pjesë me elaboru nëpërmjet dramës edhe skenarit. Ka dhe ngjarje tjetës përditshme që ndodhin në përbot edhe pastaj vendos mi shfaq ose mi shkru, mi qit në letër. Po nuk do të thotë që gjithmonë çka i ndodh dikujt ti e çat në letër. Është edhe proces ku ti edhe e mendon. Është proces edhe krijues që të vjen një ide edhe fillon me shkru, është do me thonë kreativitet me një fjalë. Po Arife, na tash shpesh lidhemi me do një ngjarje ose me do një skenë që na ndodh, që përmend Shuajbi. Ndoshta pjasojmë bo me arsye për me u inspiru. Edhe që kemi dëgju edhe kolegët e ju edhe njerëz tjerë se shpesh bëhet arsye diçka në nismë e vogël, një shkëndije për me marrë si inspirim për diçka. Po ti çush është situata? Inspirohesh në qetësia, në kaos? Kështu nuk e kam ndonjë periudhë të caktuar kur unë them që poezojmë çona në ora 10 dhe po filloj me shkru. Se asnjëherë nuk ndodh që me zbatu strikt atë rregull. Ndoshta çohesh në çat periudhë me shkru edhe thu jo, po e lo pak ma vonë. Jo diçka orar pune. Nuk ka orar pune, me një fjalë. Mundesh me pas të planifikuar me shkru në mëngjes, e ndoshta shkruan në drekë, ndoshta në darkë, ndoshta edhe kompleta ditë nuk shkruan. Ndoshta thu hajde po ja nisi që prej të hanës, ose thu jo prej të parit, po ja nisi me shkru. Është një farë procesi, një farë etape ku nuk do me thonë nuk është orar pune si me thonë 7-3 ose 8-4 që pa tjetër se është punë është njerë si me emocion, është me emocion, me ndjenjë pa tjetër, po është punë që nuk përcaktohet se kur ki me fillu me shkru, kur ki me përfundu. Ndoshta e fillon një dramë edhe kur nuk e përfundon. Pse nuk e kitë caktuar me strikt orarin kur e shkruan. Po, edhe unë pajtonë në këtë pjesë me ty që artisti me orar nuk funksionon. Funksionon me motive, me inspirim. Edhe do të thonë artistët s'kan me him puna, po qysh? Jo be, për artistën është burgosi një punë 8 deri në 5, 8 deri në 4. Sa është ajo? Milion të lirë, ja, të lirë. Dhe se janë që këtë pjesë të kësha shtru një pyetje, ose e kësha shtru një çështje kështu se presheva sa ka material për artistat e llojit tënd, ose sa mujtë një dramaturg me gjejt vetën për e shef, ose edhe në pyetje ndryshe, një shtrim ndryshe, cilën
pjesë preshevare, domethënë cilën pjesë të përditshmërisë tonë, të luginës tonë, kish mi mund me pa në skenë. Domethënë çfarë pjesë të realitetit tonë kish mi mund me pa në skenë. Çfarë kish mund me dal për realitetin preshevar në skenë. Pikrisht mentaliteti preshevar. Pikrisht kjo që e tha, se na jena një vend i vogël edhe te na shumë mirë do të kishin me funksionu edhe dramat familjare edhe dramat sociale, edhe pak aty këtu thashe themet si një komunitet i vogël që jena. Domethënë kena material pas me tema. Po kemi, normal që kemi, në secilin vend ka tema. Bile dramat më të mira, unë që she konsideroj janë dramat e mentalitetit, ku zakonisht ndoshta për unë si e shoh, për me qenë ma të pranueshme për publikun, do duhej. Ndoshta është fjalë e madhe me thonë do duhej, po ma e akseptueshme për publikun është me u trajtu ka ana e komedisë, se edhe nëpërmjet komedisë i tregon të tjerëve, i tregon publikut që na kush jemi, po veç me një mënyrë ma të zbutur. Po. Është e kuruar. Ashtu. Normal që kemi të parasysh se arti ka qëllimin me ndiku. Edhe tash përmes muzikës, përmes letërsisë, përmes dramës, filmit, edhe gjitha formave tjera, na përpiqemi ose aktorët përpiqen me ndiku një masë caktuar. Cili kish me qenë ai fokusi jot përmes atë në dramave që i shkruan ti, që këto ndoshta duken thjeshta për neve, po duhesh më na kuptu se sipas njohurive që i kemi na, e dim që të kemi vetëm dramaturgën Preshev. Kur e shkruan një dramë, nuk e shkruan autori, të paktën unë nuk e shkruaj që me thonë publikut, unë e kom këtë mesazh, merre direkt këtë mesazh. Por publiku, kur e sheh shfaqjen, ose kur e lexon tekstin dramaturgjik, ai ka me marr prej atij teksti atë se çka ai e ndjen te vetja e tij, atë se çfarë e percepton. Nuk do të thotë që një tekst dramaturgjik lexohet ndryshe prej një personi, ndryshe prej një personi tjetër. Varet pastaj edhe përjetimet e dikujt ose Ndjen apo si në episodin e parë jemi pajtu me artistën e pikturët që kemi pasur që sa më shumë interpretime prej veprës tonë aq më i suksesshëm është artisti. Njëjtë mendoj që të drama, se cili e shef dramën me realitetin e vet, me realitetin cilën e ja jeton edhe me aktualitetin e vet. po pikërisht është zot, unë prapë e shoh, hala i rri besnik atij pajtimi, që është zotësi e autorit ose e krijuesit që me secilit pjesëmarrës ose secilit shikues mi ia dhon një përshtypje tjetër. Me milion hapësirë për interpretime të ndryshme. Po, sepse drama edhe skenari nuk janë diçka që është strikt në rregull, e ke një fabul që thu personazhi ka këtë qëllim, shkon këtë drejtim, pengohet nga dikush, realizon, përfundon kështu, përfundon ashtu, përfundon ndoshta edhe nuk përfundon hiç, po mbetet fundi i hapur, po gjithsesi gjithçka që ndodh në skenar ose në dram, publiku ka me përjetu në bazë të asaj që ai ka kalu, ose e lidh me vetën, ose e lidh me një personazh ose person tjetër, identifikohet pak a shumë me dikon, po nuk do të thotë që është strikt qashtu. Si thash më herët, nuk do të thotë që me përçu patjetër një mesazh, me thonë kjo është mesazhi, kështu kuptoje edhe u kry. Jo, ka hapësirë për interpretime. Interpretim gabim s'ka. Po. Po, Arifja prej Prishtinës vendosi me bërë rikthimin në Preshev. Po. Qysh mirëpriti Presheva një dramaturge ose para me lidhë dhe me këto, kush është Arifja Preshevës që po studiojmë dramaturge dhe u kthy këto, ose a është e nevojshme, a është e arsyeshme, kush është më shumë për me ditë dikush pak më shumë në këtë drejtim? Po, jam kthy në Preshev, sepse Presheva është vendi jam, dhe e konsideroj që ka nevojë teatri i Preshevës të ketë dramaturg, sepse një teatr tjetë i kompletum duhet përveç aktorëve, regjisorëve dhe punëtorëve të tjerë
skenik, ta ketë edhe një dramaturg. Por ja që fati jonë është se na studiojmë, ose kemi studiu në Universitetin e Prishtinës, në kohën kur veç Kosova e ka shpall pavarësinë në 2008-ën, dhe gjeneratat, do me thonë që kanë kalu, edhe që janë duke kalu në këtë rast, nuk kemi mundësi ndoshta me pa vetën të punësum në një institucion të caktum, si që është rasti jem në shtëpinë e kulturës në Preshev, për shkak se nuk të pranohet diploma e Kosovës, për shkak që e dim në raportet Kosovë-Serbi. Kjo është një handicap shumë i madh që na ndodh neve. Të me thonë edhe ti je si pasojë e politikës. Viktime politike. Po, është patjetër, nuk do të quja veten viktim, se kjo është një profesion ku mundesh edhe individualisht me punu, me projekte të ndryshme. Po sa i përket një vendi të punës, ku punon 8 orë në ditë, nuk kjo mundet me më konë këtë aspekt. Por nuk më ka ndalu kjo çështje që unë më konë aktive, edhe më u demoralizu me një farë mënyre. Secili njeri është e ditur që kur studion diçka, ka dëshirë të punësohet aty ku mendon se e meriton edhe vlen edhe jep kontribut në drejtim. Por çështjet politike, kryesisht çështjet politike, se të themi qeveritare, kanë ndiku që spari që nuk njihet diploma e Universitetit të Prishtinës, ajo është handikepi kryesor, pengesa kryesore. Po, çajo është se na edhe pse nuk na njihen një pjesës diplomat, prapë funksionojnë brashi. Po kur e ki njohjen e diplomës, kur e ki njohjen tonë si profesionist i asaj fushë, ndryshe është statuti jot ose siguria jote në këtë vend, si profesionist që asaj fushë, se ndryshe na që funksionojmë për shembull me projekte ose me këto gjëra që përmendë ti. Ti nuk e keni siguri kryer projekte 2 vjeçare, ti mas 2 vjet duhesh me ditë se çka më bëu. Kur je si profesionist i asaj fushë, kur je me diplomë ose me vendim si profesionist çdo kohë, ndryshe është vetë, ndryshe merr frymë. Patjetër. Merr frymë malëshëm se nuk e bën galen çka vitin tjetër. Me gjetë një projekt në diçka. Ti ke një vend pune, ti je profesionist i asaj fushë edhe vazhdon ti karrierën tënde si profesionist i asaj. I kualifikum. Po, mundet patjetër me qenë dramës njohja e diplomave, sepse jo çdo i ri pastaj po zgjedh me qëndru në lugin, me qëndru këtu edhe me kontribu. Ose çfarëdo drejtimi që po përfundon, nuk do të thotë vetëm dramaturgji, ka dhe persona me drejtime të rinj, me drejtime të ndryshme, që s'po e gjejnë vetën këtu, edhe po largohen, po kërkojnë një të ardhme më të mirë në shtetet e Evropës perëndimore, siç është në këtë rast Gjermania. Drama jote edhe shumë tjerëve që nuk i njihet diploma, edhe me jetu në Preshev, e në Bujanoc, a është sfida a sakrificë? Se shpresa është ajo që na mën gjallë që me një tarme të afërt ka me u bo mirë, edhe secili ka me gjetë veten aty ku i përket, aty ku ndjehet rahat. Ndoshta kjo paka shumë ka qenë një lloj diçka që të manë të lidhur për vendin tënd, edhe dëshira për me kontribu normal në vendin tënd, me zhvillu artin, kulturën, me shfaq punën artistike në publikun preshevar. Kjo është paka shumë. Kisha dash me ditën një dramaturg sa është aktiv në rrjetet sociale? Si çdo person tjetër është aktiv edhe një dramaturg në rrjetet sociale. Do me thonë ki pjesë e përditshmërisë. Sikur secili person, thash. Po tash, nëse mendoni në aspektin kreativ, që ti e hap rrjetet sociale edhe thu, okay, që tu në rrjetet sociale po shoh diçka po inspirona, jo nuk është diçka që duhet me ndodh. Nuk do me thonë patjetër që nuk duhet me ndodh, se në rrjetet sociale njëri sheh gjithçka dhe mundet mu frymëzu, po jo domosdoshmërisht. Aty në krye mballin të rrjetet sociale zakonisht thotë shkruaj çka ke në mendje. Edhe a ki pas ndërmend ndonjëherë me bo diçka ndonjë shkrim me ndryshu Amerikën a Europën ose ata njerëz atë kanë rënë sy që pe Amerikës ose Evropës mundon më na ndryshu neve. Her pas here kjo kategori më ka rënë sy,
Po s'është që i kushtoj shumë rëndësi se kush çka shkruan, sepse sot secili person ka rrjete sociale dhe aty ai e shpreh mendimin ose pritshmërinë ndaj një çështje të caktuar politike, qoftë rajonale, qoftë botërore apo dhe vendore. Edhe çka kom vërejt që bile kemi edhe një shok, shumica e njerëzve e përdorin rrjetet sociale ose rrjetet e tyre personale, rrjetet sociale i përdorin si arhiv. Se për ndime, kur ta pyet që diçka him Facebook ta ka thënë ve gjon postimin e vet. Ose çka do kohë, dëshmi se çka ka thonë. Ose edhe ka prej atyre që e kena anonimik që mendimet e veta në rrjetet sociale, kur i ka dalë ti çfarë kanë në mendje, sheju ka kujtuar ka shkruajt, edhe pyet se ne ka dalë libër. Ama ai libër është shumë për ndime interesant është me marrë me lexu. Edhe ka disa përmbledhje interesant që se secila ka pas një realitet vetin edhe një aktualitet vetin. Edhe janë postume, janë të shkryt me në libër aty. Por rrjedhimisht edhe një pjesë shumë e madhe që ta xeni prej jashtë na kallëzon neve se ç'është me rregullu plashim ose se ç'ka me bon plashim. Unë mendoj që outsiderët e shohin një realitet tjetër prej atij realiteti të cilën e jetojnë insiderët. Domethënë na brenda një realitet tjetër jetojnë prej atij realiteti që e shohin ata prej jashtë. Ata kanë një formësim ndryshe dhe mendojnë ndryshe, qasu ndryshe. Po thjesht në sens problemi nuk njihet sikur këtu që jetohet. Edhe çato zgjidhjet ata i kanë shumë më të lehta se sa na këtë. Zgjidhja është shumë më lehtë më shkruaj se sa më implementu. Jo vetëm në këtë rast, por secilin rast. Shumë më lehtë është shkrimi i zgjidhjes se sa implementimi i zgjidhjes. Pra, mes të thënave dhe të bëmave, Është një malitër. Është një malitër. Për atë, po mendoj që është mirë më përdor rrjetet sociale se po, edhe na që jemi këtu, këtë rast Breshëv, shohmi se çka mujtet më bu, ose edhe shohmi se çka nuk na funksionon. Na dhez, pak dritet na po shohim një foto para 2 ditëve një komshi jeme ka publiku edhe më ranë më në sy pjesë e lagjës ku jetoj edhe shumë do ke mirë. Edhe për në me mjitë ke gjeg nëse si shakon ati ngat pashku me shiju atë pjesë. Edhe mëziti ajo dhe unë e dola, po jo që i rash pishmon, po shumë ke ftoft, edhe tërsa më rinë në shpe ke beagini motiv shtire me shije, ata që e kanë shiju atë foto prej diku largit ose prej diku në kokon atmosferën nxehtë, muj me marrë me mend se sa kanë mujt me perceptu atë foto, ose si kanë mujt me shiju, a ndryshme në që dola preka atë situatë, kitë një realitet tjetër. Ndoshta kjo na bën me kuptu shpesh ose me mendu se jo gjithçka çka prezantohet është reale. A ka kjo lidhje me një farë lloj dramaturgjie ose skene? Njerëzit në rrjetet sociale zakonisht edhe prezantojnë anën më të bukur të, sidomos të vetës, po edhe të ambientit që i rrethon. Kur kush nuk shkon me fotografu, po e zojmë një therr diçka. E përmende më herët Arife teatrin, si do të tjetë ato që kemi na, a mendon se është e nevojshme për një qytet patjetër teatri, edhe nëse është një teatr për dikon që se kupton shumë, duhet ka teatri me pas edhe shfaqje për fëmijë, apo edhe për të rritun, apo që kështë gjetë t'i vetën, ose cila kështë me qenë rekomandimi jotë në këtë drejtim? Po, një teatr për të qenë i kompletum ose i njohur tamam si teatr do duhet kishte edhe shfaqje për fëmijë. Në shumë vende shfaqjet për fëmijë janë shumë të rralla, po dhe ka nevojë të ketë sepse fëmijët duhet të shohin shfaqje sepse nëpërmjet tyre edhe mësojnë. A zgjasin shumë këto shfaqje për fëmijë, a duhet me shku shpesh në për këto shfaqje? Shfaqjet për fëmijë, teatr, a mund edhe teatri me lëviz? Teatri edhe mundet me lëviz. Shfaqjet për fëmijë zakonisht kohë zgjatin e kanë 30 deri në 40 minuta. A ka aty më bo dram për fëmijë? Po, më ka ra me pas dram për fëmijë, është drama Planeti i Gjelbërt,
që është inskenu në teatrin e Podujevës me regjisore Semira Latifin, pastaj në teatrin e Gjilanit me regjisore Natyra Kallabën. Si produksion i teatrit të Gjilanit ka ardhur dhe si shfaqje mysafire në Shtëpinë e Kulturës, respektivisht në teatrin e Preshevës. Dhe ajo çka kisha dashur me potencu, që është e llogarisë më e veçantë, është se e njëjta dramë është inskenu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qytete si New Jersey, Greenwich dhe në të tjera. Është dhënë në gjuhën shqipe. Dhe regjisori që ka punu është shqiptar, është Diar Xhani, i cili jeton dhe vepron në Amerikë. Shumë bukur. Tash, kur pi dëgjojnë këto, është kjo një falloj premtime ose një lloj kurajo edhe për ata të ri që dojnë nesër me pas një drejtim tillë ose një me studiu për dramaturgji ose shkencat për afër ta. Tash, ndoshta me kontaktet e tua që i ki me trit ose me kolegë, e vren frikën e trive për mi studiu këto drejtime ose me këto që i përmende ti, këto suksese të arriturat. A mendon se i motivon ata tri që dojnë me studiu shkencat për afërta me dramën ose me artin skenik, po me dhon guxim, kjo i jep një farë lloj mbështetje këto që po përmend ti? Kur i dëgjojnë të rinjt këto inskenime të dramave të mia, i duket diçka që është shumë lehtë e arritshme, por askush nuk e din prapas skenë se çka ndodh. Nuk do të thotë se secili bashkëpunim, secila bisedë për bashkëpunim ka me rezultue suksesshme. Nuk do të thotë se në çdo projekt kur aplikon ka me përfundu me realizim të atij projektit. Është sfidë në vete. Është diçka që duhet me pas shumë durim edhe përkushtim, edhe besim që nesër ose kur do një të ardhme, që ajo punë që ti e ke realizu, që ajo punë që ti ke mendu që ka me u shfaq, ndoshta mendon që me u shfaq veç në një lokacion të vogël, por vjen rrethana që ajo punë shkon edhe diku ma larg. Është diçka mes shpresës, pritshmërisë. Do me thonë, një i ri që do me konë dramaturg të ardhëm, pas ka mundësi edhe me shku në Hollywood, a? Po, unë për në me u gëzova kër ndita që Arifja, dramat e Arifës, tekstet e Arifës kanë përfundu New Jersey. Kanë shku atje, do me thonë, se zakonisht jemi mësu që ka shohme drama këtu parë ose shfaqje, autorët janë do emrat huj që as pak shqiptarë që janë emrat. Anën tjetër kemi një emën prej Presheve që ka dalë në skenën ndërkombëtare, që ka ndrru, do me thonë, që ka marrë një havë tjetër. Kështu që po mja shumë mirë. Nuk është diçka e dëgjume. Arife kur tanë dramat e tua kanë me shku jashtë vendit. Unë ndjeva mirë, me thonë drejtën. Është diçka që nuk e kisha prit në atë fazë të krijimtarisë me shku larg. Okej, për Kosovë e kisha edhe të prit, është edhe pritshme për Kosovë. Po kur më kontaktoi regjisori Diar Xhani, atëherë thash, është një mundësi shumë e mirë. Është diçka që unë, me thonë drejtën, kështu e pata mendu çka nëse ndonjëherë ndonjë regjisor më thrat për me bashkëpunu, a ka mu realizu që ajo. Po asnjëherë s'kom thonë që qatë mendim kur e kom pas, ja kom byll vetës dyrt, kom thonë jo, nuk ka me ndodhë se po shumë larg me shku atje. Por ndodhë që kur mendon diçka, edhe që ajo realizohet. Vjen puna, vjen rrethana kur paprit e pa kujtu, të kontakton dikush edhe përfundon puna jote diku ma larg se Presheva, ma larg se rajoni. Të pas parasysh qërot që i tha dërishte Arife, a të ndërtojnë pritshmëritë tona me Arifën Presheva dhe me shfaqje të Arifës në teatrin e Preshevës, ose në teatre tjera, apo si qëndron punë? Thjesht ko eshe vetëm mas një kohë? Nuk kam planifiku diçka konkrete pas një kohë se ku do ta zhvilloj veprimtarin. Thash edhe më herët që drama
ose do projektet artistike janë diçka që munden me u zhvillu edhe individualisht. Mundesh me jetu një vend caktum, po me pas edhe bashkëpunime të tjera me regjisor të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, apo edhe diku ma larg. Tash, sa i përket dramave, ne jena mësu që në skenën e teatrit Preshevës me pas të inskenume komedi. Komedia është patjetër zhanër i dramës dhe publikut i pëlqen më shumë. Ndoshta se jemi pak të ngarkum me këtë realitetin e ditëve tona, se dhe njerëzit kanë dëshirë që me u relaksu me një komedi. Njerëzit e kanë jetën të miksume, kanë brenda tragjedis, kanë edhe komedi. Dhe me thonë e kanë një farë tragjikomedie, e kanë edhe dram pa tjetër. Në ngarkum ndoshta prej hallave dhe derteve tjetës përditshme, komedin e shohin si një mjet relaksus, ku ata kanë me ardhë në teatr edhe kanë me qesh dhe mi largu krejt brengat edhe dertet që e kanë të jetës së vetë. Përkundër dramës edhe tragjedis apo edhe dramave psikologjike, filozofike, të cilat kërkojnë që publiku t'jetë më i vëmendshëm edhe t'jetë më Po kështu, Arife, atë ka në rasti me lexu ose me pa drama, tekstet qera dhe me gjithë vetën ndonjë skenë ose ndonjë rol aty? Unë si dramaturge nuk e kom patjetër me interpretu në ndonjë shfaqje ose ta luj rolin në ndonjë rol. Dhe nuk e kom pa vetën në diçka që them në rregull, tash ky është një personazh kështu edhe po më përshtatet mua dhe unë kom e lujt çat personazh. Sepse fokusi jem është gjithmonë prapa skena, është gjithmonë të krijimtaria, është gjithmonë të shkruarit. Nuk është diçka që unë e kisha pa vetën, sepse nuk isha ndjedhur ndoshta komod me dalë dhe me interpretu në skenë një rol të caktuar. Po, cilët i kishe pas të ja, kja dë një aktor të preferum, ose dë një dramë që kishe pas qef me sjell, me pas një publik më i gjanë, që ndoshta nuk është e shfaqur shumë, ose dë një aktor me pa në ato dramat e tua, a ki mendu këto? Në fakt, aktor, unë si dramaturge ma shumë fokusohem në atë se çfarë ideje ko me pas, si ko me shtjellu atë ide, po në çështjen tjetër se cili aktor ka me lujt ose do të kishte qenë mirë me lujt, ato pjesë nuk i mendoj, për shkak se unë e loj regjisori apo regjisorja me u fokusu aty në punën e tij ose të saj, se kë prej aktorëve e kish pa në qatë rol. Unë ma shumë fokusohem me kriju një personazh. Një personazh që e krijoj është një personazh thojza imagjinar, po nuk është patjetër imagjinar, sepse kur e merr atë personazhin i krijon me të gjitha tiparet, virtytet edhe veset e tij që i ka. Do me thonë, puna jote është që ti e bën komunikimin edhe kontaktin e parë me një regjisor, edhe e prezanton një tekst ose një shfaqje, apo? Ashtu është, e shkruaj një tekst, pastaj një tekst, një dramë, cili do që t'jetë zhanri, të kontaktoj me ndonjë regjisor, regjisore, dhe ja jap... Thonë, Arife, du një dramë të kësi karakterit. Po, ka pas raste kur kom pas kërkesa për me shkru një dramë me një tematik të caktume, ka raste kur edhe si autor... Po, patjetër, ka raste kur si autor nuk ndjesh mirë me qatë tim edhe thu nuk po më përket diçka mu, po mungon diçka këtu, nuk është diçka që po e përjetoj tamam deri në thellësi që me pas hapësirën për me shkru. Ndodhen edhe ato raste. Po ma shumë fokusona me shkru drama të cilat vijnë prej ides ose prej mendjes time. Qësh është situata me ato shfaqjet jenë televizive ose me ato shfaqjet dramat, radio që kanë qenë më herët, që tashmë nuk jenë prezente shumë, nuk di që ka më aso radiodrama ose
ato shfaqjet dramatike që i kemi pa në televizor. Po e ki fjallën radiodrama që bën? Po, Me thonë drejtën nuk është te na, nuk kom pa në hapësirën shqiptare që ndoshta munde me qenë gabim, po deri tash sa kom informacion dhe sa e diun, nuk është që janë duke u zhvillu radiodramat. aktualisht nuk di asun, po. Se më herët e di Jo. kam dëgjuar edhe vetë, po tash nuk di që ka ndoshta jo një farë mënyre imponuese, po me njoftu publikun gjitha format e komunikimit, kanaleve që me ndëgju dramën, me u marrë me shfaqjen, me u marrë me artin. Apo ndoshta tash për shqyton rrjetet sociale edhe aty po e bën gjithë. Po paka shumë edhe shfrytëzohen edhe rrjetet sociale për me plasu ose me shfaq një punë që e bën një produksion të i caktuar, për shembull shfaqjen e filmave të ndryshëm, siç është rasti i këtyne tregimeve popullore që janë fillimisht unë sa e di kanë fillu prej Maqedonisë së Veriut, pastaj edhe në Kosovë. Ka shumë tregime popullore që jipen në ekranit tona televizive. Po. Tash mo jo shpeshtu edhe këto serialet, që më bo shumë edhe shumë jam vetëm për shof listën që poshtohen, po tash kur kanë qenë më të rralla, ndoshta kanë qenë më të shikueshme, ndoshta tash janë ka prej tyre edhe cilësore, po tash janë bosh aq shumë që gjitha është mush ekrani me to edhe pak po kemi mundësi mi kushtu tash. Apo shpërndahet publiku, apo se cilësia gjen sërish vetën. Se cila punë artistike e ka publikun e vetë. Se cili regjisor ose se cili producent që vendos me shfaq një punë ose siç po themi tregimet popullore e ka atë publikun i cili qëndron besnik. Edhe i shikon me ëndje dhe me kërshëri gjithçka zhvillohet në atë dram, themi ashtu, që shfaqet nëpërmjet si tregimeve popullore, po edhe filmave të ndryshëm. Mirë, Rife, kjo tema jote e profesionit shumë interesante për neve, do me thonë, jo shumë e hulumtume, jo shumë e dëgjume, kemi dëgjuna për drama dhe dramaturg të ndryshëm, po është fati joni që ta kemi në mesin ton Rifën, e cila është ndër vetmet dramaturge që kemi në vendin ton, edhe për ato për dëgjojme andjet gjitha ato që i për shtjellon, po cila kish me qenë një porosi ose një lloj mesazhi i Arifës për këtë ata podokasta që na ndjekin, se jam i bindur që na mund me vazhdu bisedën dhe interesin është shumë i madh me dëgju shumë për një dramaturge, po me mbyll me kaq, po për fund para se me mbyll kisha dashur me marrë një mesazh ose një porosi ose më na tregu diçka nga ana e saj, Arifja për vetën ose për planet që ka ose për të ardhmen ose për porositë. Porosia ose mesazhi jem për gjithë, po posaçërisht për rinin, është që t'jenë aktiv në jetën artistike, kulturore, të mundohen të A me prit me thirr apo mu aktivizu vetë? të aktivizohen vetë, të bëjnë projekte të ndryshme, edhe nëse në Presheva apo Bujanoc nuk realizohen shfaqje aq sa na kemi nevojë ose aq sa ne duam, sepse edhe kushtet teknike munden me pamundsu një gjë të tillë, le të organizohen, paktën le të shkojnë shohin shfaqjet që jepen në Teatrin Kombëtar të Kosovës, po edhe në teatrot më të afërta, i kemi Teatrin e Gjilanit, pastaj Teatrin e Kumanovës, prind të cilët i lindin dhe i rrisin fëmijët në Preshevë apo Bujanoc, le të përpiqen që të paktën ndonjëherë në javë ose në muaj, më rralla që mund të jetë, t'i çojnë fëmijët e tyre në teatrot e afërta, më të afërta me Preshevën, ta shohin në ndonjë shfaqje. Tash këto Arife kum pa në për qytete më të zhvilluara dhe ato qendra tregtare, është një kënd i teatrit. Tash nuk e kam në porosin këtu që me pas në atë qendra tregtare, ndoshta një teatr, po i dim që vizitojnë shpesh qendra tregtare, kështu që ti vizitojnë edhe ato hapësira,
ndonjë galeri aty ndonjë. Patjetër që duhet secili person me I vizitu vendet si teatri, muzeumet e të tjera të ngjashme. Po kur jemi te teatri nuk do të thotë që gjithmonë duhet me u bë vetëm në terrasat e teatrit. Teatri mundet me u bë, siç thatë ju, në qendra tregtare, të ndahet, mundet me u nda një hapësirë e posaçme ku inskenohet ndoshta një shfaqje për fëmijë. Ose në një abort të një shtëpi e kulture në Preshev, ose kudo diku, ose edhe në hapësirat e shkollës. Pra, teatri nuk është domosdo vetëm brenda dyerve të teatrit. Teatri ndodh edhe në për familjet tona, ndodh edhe në për shtëpit tona. Teatri ndodh gjithkund është teatr. Po ajo tash se çka është Nuk është kusht për me pas një hapësirë për me bë teatr. Mundet Jo. me një ambient të adaptuar me bë. Patjetër, mundet edhe një hapësirë e adaptuar që me u shfaq një dramë, në këtë rast me u inskenu një dramë. Po. Ka regjisor që kanë realizu shfaqje jo në drasat të teatrit, po në hapësira të gjelbra I kanë realizu. Po, shumë. Sepse kanë dashur me adaptu edhe me stilin ndoshta Me të fokus grupin ose me të autorit, Po. me bo pak më të afërt për publikun. Kjo është. Faleminderit shumë Arife. Faleminderit edhe juve për ftesën. Këto temat e këto bisedat e tua me neve janë shumë interesante dhe shumë këndshme, kështu që unë po të falenderoj shumë edhe po të ftoj sërish me qenë pjesë e podcast-it edhe Zërit Luginës në të gjitha aktivitetet e radhës, edhe na jemi krenar që kemi Arifën pjesë e komunitetit tonë. Kështu që ju falenderoj të gjithë juve që ishit prezent edhe pa të durim të na dëgjoni edhe në episodin e radhës. I falenderoj gjithë ata që kontribuojnë që të realizojnë këto emisione, si edhe të gjithë ekipën që po kontribuojnë në shfaqjen dhe publikimin e tyre. Miru takoshmi në episodet e radhës.